Me rastin e 14 marsit, përkatësisht 35 vjetorit të rënjes së dëshmorit Ali Berisha dhe 27 vjetorit të rënjes së dëshmorëve Ramiz Berisha, Musli Berisha, Agim Gashi dhe Agron Gashi, sot janë bërë homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Kodrën e Kuqe në fshatin Zajm të komunës së Klinës. Në këtë përvjetor përkujtimor morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale, organizatat e dala nga lufta e UÇK-s, familjar të dëshmorëve, invalid, veteranë bashkëluftëtar të UÇK-s, si dhe qytetarë të shumt nga Klina dhe fshatrat përreth. Në emër të familjarëve të dëshmorëve foli Ramadan Berisha, i cili theksoi se pjesëmarrja e qytetarëve në përvjetor u lehtëson dhimbjen familjeve dhe njëkohësisht u ashton krenarin për sakrificën e më të dashurve të tyre. Ndërkaq një fjalë rasti mbajti edhe nënkryetari i komunës së Klinës, Fadil Gashi, i cili vlerësoi lart sakrificën e dëshmorëve për lirinë e vendit dhe theksoi se fal tyre sot gëzohet liria që e kanë ëndërruar brezat të tërë. Homazhet në Kodrën e Kuqe u përmbyllen me vendosjen e kurorave me lule pranë varreve të dëshmorëve dhe me nderime për sakrificën e tyre, duke rikujtuar edhe njëherë se kontributi dhe rënja e tyre për lirinë e vendit do të mbeten gjithmonë pjesë e kujtesës dhe historisë së popullit tonë. Familjar të Alisit, Muslis, Ramizit, Tagimit dhe Tagrunit. Bashkëluftar të këtyre 5 dëshmorëve dhe gjithë dëshmorëve që jena të taktë në varrezat e dëshmorëve Kodra Kuqe në Zajm. Gjithë ju të praneshëm, familjarë, miq, dashamir, të familjeve Berisha Gashi, të gjithë veteranëve, të gjithë popullit ton, sakrificës ton, të panumërta. Ku sot e dje e gjithë mund, ne do të ruajmë kujtimin për ta, do të ruajmë respektin për ta, sepse këta emrat i kanë të ndryshëm, datëlindjet i kanë të ndryshme, po kanë pas një qëllim të bashkët, kanë pas një ideal të bashkët, e kanë pas lirinë të bashkët, me na dhon neve, me na dhuru neve, prandaj i ka bashkuar edhe 14 marsi. Edhe në vitin 91, kur filloi me Alin, edhe 14 marsi i 99-s, kur mori epilog me Ramizin, me Muslin, me Agimin edhe me Agronin. Dhe shumë dëshmorë tjerë për te i Kosovës, viseve tona shqiptare, që e lorë me gjak këtu, për këtë liri, për këto rreze që na sot i shijojmë. Prandaj, ta ruajmë kujtimin, qysh e kishin ta vullnetin për këtë liri, ta ruajmë respektin për ta, të jemi afër njëri tjetrit. Kjo është më e pakta që ne bojmë për ta. Këtë kujtim e meritojnë, këtë respekt e meritojnë, edhe ne besoj që do t'ja ofrojmë përjetësisht lavdi të gjithë dëshmorëve dhe trenëve. Në emër të shoqatave të degës në Klinë, të 3 shoqatave, në emër të kryetarëve të Hajdinit, Batisë dhe Veselit, në emër të kryetarit komunës Zotit Zenun Elezi, përshëndes familjet, përshëndes gjithë ju për spas, lavdi të gjithë dëshmorëve dhe trenëve për lirinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij shënimit të këtij përvjetorit të 14 marsit, 14 marsit 1991 dhe 14 marsit 1999. Ju falenderojmë të gjithëve në emër të familjeve të dëshmorëve për këtë pjesëmarrje. Pjesëmarrja juaj në këtë shënim të këtij përvjetori, neve si familjarë na lehtëson dhimbjen, na shton krenarin, sepse ne nuk i harrojmë dëshmorët tanë. Prandaj, vetë pjesëmarrja juaj ne sa na kujtojnë dhimbjen, por edhe na shton krenarin që në mënyrë që dëshmorët tanë mos t'i harrojmë asnjëherë dhe t'i kujtojmë për jetë. Në emër të familjes dëshmorëve të gjithë dhe ju falenderoj për këtë pjesëmarrje, uroj që në gëzime të tjera të u kthejmë këtë pjesëmarrje të juaj këtu. Faleminderit, lavdi dëshmorëve. Faleminderit Dan. Atëherë në emër të organizatorëve ju falenderojmë për pjesëmarrjen që keni gjetur në kohën, lavdi dëshmorëve, krenaria familjes, respekt